Vjen puna për transformimin e sheshit pranë xhamisë së Parrucës në qendër të qytetit. Aktualisht po ndërhyet për vendosjen e rritit ndokësor të shkarkimeve të ujërave të shiut. Gjithashtu po bëhet e mundur edhe shtrimi i hapësirave, ku do ndërtohen ambiente të reja që do të jenë në funksion të besimtarëve. Qytetarët vlerësojnë këtë shesh të ri që po i shtohet qytetit. Çdo gjë që bëhet e bukur është e mirë. Kuj si pëlqen, gjithkujt i pëlqen e bukur, e mirë. Shumë mirë, super është. Po keni ta 2-3 vjet shihet sa u dorë një vije. Ta parkingjet janë gjëra private, me ta parkingjet nuk gjehet, duhet me gjetë vendin. Ai që dhe me bo parking, kurse sheshi është për tonë ne, që e në popull. Për lulishtja, gjithmonë e gjojnë mirë, më. Lulishtja është e mirë, në kohë, në pastohet ojë, sa më shumë lulishtja, sa më pak pallote 20 koqe. Shumë mirë, më, dhe në bëve që atyre. Ja, ma mirë lulisht më burë, që kaldrem. Si pjesë e projektit të rrugës Hams Kazazi, puna po vazhdon në këtë zonë pas konsultimeve me Meftinë e Shkodrës për ta kthyer këtë shesh me një pamje të re, në harmoni me projektin e zrarjes, duke dhënë xhamisë së Parrucës një pamje edhe më të bukur.